Përkushtimi ndaj vetes do ta quajmë si një lloj luksi i të pasurve që përkushtohen ndaj vetes së tyre, apo një detyrë dhe një obligim i çdo qytetari që duhet të paktën një orë të përkushtohet vetes së tij. Këtë pyetje do t'ja parashtroj edhe të ftuarit ton, sepse i ftuari jon ka të bëjë deri diku me këtë temë të cilën e kemi për sot, dhe unë doja të them kështu, doja ta nisja dikur këtë informacion me të ftuarin që më lidhet, dikur në një lashtësi qytetarët njerëzit që kanë punuar në përfusha dhe ka kafshuar dikë gjarpri dhe gadhimbja ka thëritur, më kafshoi gjarpri, po edhe të tjerët janë kthyer. Aman mor dreq, mendova se të dhem dhëmbi. Dhe pikërisht për këtë temën e sotme do të flasim me një mikun tim, një doktor shumë i nderuar, një njeri që kujdeset për na kthyer vetbesimin e shumicës së njerëzve, sepse shumica e njerëzve kemi atë pendesën, qasje nëpër njerëz, mundohemi stepemi, mundohemi që zakonisht kur flasim të vendojmë dorën përpara, por kush është ai që na e kthen buzëqeshjen? Kush është ai që na e kthen vetbesimin? Dhe unë do i them për mëngjes, mirëmëngjes doktor Fisnik Kasapit, stomatolog, doktor, specialist edhe shumë tituj të tjerë të cilët e keni arritur gjatë karrierës. Mirëmëngjes Fisnik. Mirëmëngjes Litra. Është kënaqësi e veçantë që kem sot në ditën në ditë pushimi, sepse gjithë qytetarët po rinë nëpër shtëpi, po pushojnë, ndërsa unë ju obligova që të vini sot dhe të flasim paksa për tema të cilët kanë ndodhur gjatë fundjavës edhe ndër vite. Me kënaqësi më të madhe. Po. Unë temën e kisha për sot që e diskutojmë zakonisht me qytetarët edhe po kemi një interaksion me mesazhe që japin informacione lidhe me temat. Tema, a duhet Fisnik ti përkushtohemi vetes të paktën një orë në 24 orësh? Patjetër. Unë se pas komendu këtë kështu bashkë. S'ke pas kohë edhe. Se pas komendu, për shumë ide e mirë. Unë në përgjithësi, thot, nëse nuk je për vete, nuk je për askend. Fjale vjetër. Duket pak si egoizëm kjo, në qoftë se i përkushtohemi. Jo. Por duhet, realisht duhet i përkushtohemi. Duhet. Në çdo aspekt. Tu përfshi edhe atë aspektin shëndetësor. Ai mund t'jetë i shumë fisht, larg se profesionit tim, thjesht një pjesë ati një orë që mund t'jetë 10-15 minuta një meditim i thjesht. Po. I cili të reflektojmë mbi diçka që mund të na ketë ndodhur. Plus tjetë. Po mirë, ne si shoqëri jemi të tillë, shumicën e rasteve që më shumë shqetësohemi për makinën se sa kujdesim ndaj vetes. Kjo është fakt. I dhimbshëm. Dhe ne mundohemi që këto tema t'i diskutojmë zakonisht me qytetarët tanë për t'i vëdisuar deri diku që mbi të gjitha thonë është mbreti, por mbi mbretin shëndeti. Kështu që të kujdesim për shëndetin, po ashtu sot do të flasim miq dashur edhe për shëndetin oral, sepse po thonë që shumica e sëmundjeve vjen nga goja, apo jo doktor? E trajtoni të tillë ju apo jo? Po patjetër. Po shumë e vërtetë. Gjithçka nis nga goja. Gjithçka nis nga goja. Gjithçka nis nga goja, por shëndetin përgjithësi duhet të ketë çdo njeri duhet të ketë kujdes. Gjithçka çka ham nis nga goja. Gjithçka çka flasim nis nga goja. Kështu që duke nis, po që se tash nga profesioni im, maqinerin për të blujt atë ushqim nuk e kemi në rregull, atëherë shkon problemi edhe më thellë. Dhe fillon zinxhiri i problemeve se vjen të shtohet. Nëse maqineria e të folurit nuk është në baraspesh me atë të menduarit, prap kemi probleme. Probleme të shumta. Domethënë çdo gjë fillon nga goja dhe pastaj edhe shumë simptome, sidomos në simptomatologjinë e disa sëmundjeve. Tash nuk do të tim shumë në detale, manifestohen në një farë mënyre në zgavrën e gojës. Mund të jetë do një ndryshim në ngjyrë, në formë, në madhësi, e cila mund të jetë kritikisht diçka tjetër, mirë po, ai manifestim do të detektohet nga ne, edhe të udhëzohet pastaj. Por ku duhet? Kushton edhe shëndet në shumicën e rasteve. Absolutisht nuk duhet neglizhuar shenjat ndryshime që mund të kemi në pjesën interesante kjo. Miq, këto janë këshillat që po i diskutojmë sepse po mundohemi që ta ulim topin paksa, të kemi kështu unë e kam përgatitur një skenar për sot sepse dikur dhomat e dentistëve ishin
unë për veten time, i quaja dhoma torture. Kurse sot janë shndruar në studio estetike, do doja të diskutoj me ty çfarë ka ndodhur mes këtyre dy botëve të dikurshmes, kur fobin më të madhe e kemi patur unë personalisht dhe bashkë moshatarët e mi kemi një frikë të tmerrshme ndaj stomatologëve, dhe sot po shndrohet në një dhomë estetike, një dhomë që të jep vetbesimin, në një vend që njerëzit fillojmë të reflektojmë, por shndrohen këta buzëqeshje të kërkesa të shumta që cilët do flasim pak më vonë. Doktor, si ndrodhi ky evoluimi i shpejt kështu? Si u bindëm ne si shoqëri? Nuk është edhe bash evoluimi i shpejt, ha? Nuk është i shpejt, po është i kohës, unë them. Ndryshimi është drastik. Edhe ndryshimi prej javës kalume deri tash është i shpejt. Evoluon me hapa të shpejta. Nëse flasim dekadën e kaluar, shekullin e kaluar, ndryshimet kanë shku shumë ngadalë. Tash ndryshimet janë në një kohë thëshim kur e blen telefonin sot, ma ai nesër del një bëhet i vjetër. Makinën njësoj. Po ndodhen me njëte edhe me mjekësi. Teknologjia ka ndikim shumë të madh për fat të mirë. Edhe të them drejtën, unë edhe këto vitet e fundit e shijoj kështu me kënaqësinë më të madhe, ti je vetë. Je në hapa të zhvillimit. Po, dëshmitar, këtë jemi pacient, ne, po, desha them ti je vetë dëshmitar, se edhe ti ke nisë të ndjesh shumë ma letë, gati si unë tash në studion tënde, kështu me kënaqësi të madhe. Arsyeja e vetme, po edhe te populata në përgjithësi, në edukimin, tash të hym pak ma thellë, në edukimin familjar, shoqëror ma pak. Aty mund të them kështu, lirisht, ku e kam fjalën, prindërit ma nuk i trembin fëmit, mos se do të çojë te doktori, do të çojë të ta nxjerrin dhambin, do të bëjnë kështu, mos e bën. Do të mbetur një tabu e të kaluarës kjo. Po. Sot kemi aty e kemi po, një vetëdijsim familjar, për fat keq mungon në atë shtetëror, që unë kam prit, thëmë drejtën, që të ketë një evoluim, po, që vetëdijsimi të jetë më i madh, jo që nuk ka, po, ma shumë mire shoqëria me punë tjera se sa me ato baziket, si që është arsimimi nga qerdhja, nga lindja e qerdhja e më tutja, ato bazamenti kryesor, edhe për këtë pjesë duhet pak më tepër shoqëria publike të mirët me këtë, se ne na mungojnë, i që ma tepër tash mund të them lirisht, në për shkolla na mungojnë ambulanta, po tash nuk jemi ne këtu të kritikojmë, të bëjmë, po jo të pak të zhurmojmë, është vetëdijsu populata fal teknologjisë. Po, teknologjisë. Sado që është e keqe, ka edhe anën pozitive të thuar. Shumë mirë, do të flasim edhe për teknologjinë, sepse ndikimi i teknologjisë ndikon shumë në mentalitetin e njerëzve, por pas pak. Unë ju kam ftuar sot sepse kohëve të fundit keni, domethënë, të shtunën edhe të dielën, par dje dhe dje, keni patur një simpozium ndërkombëtar digital, dinamike, ca epitete të çuditshme të them, por do të më shpjegosh shumë të kohës. Janë të kohës, janë trendi. Për çfarë flitet aty? Për çfarë takoheni? Që të jeni në hap me kohën? Patjetër. Kjo është një edukim i vazhdueshëm profesional, i cili është edhe i obligueshëm. Më fal, update të reja. Po. Ta quajmë kështu? Po. Çdo event në vete mban risi. Nëse një festival i muzikës duhet të ketë këngë të reja, nuk mund të përsëritën vjetrat. E njëjta është edhe kjo. Kjo në një fardore është edhe obligueshme. Pse obligueshme? Për arsye se çdo dentist, çdo doktor i shkencave të stomatologjisë duhet t'i përmbush disa kritere, ne themi deri në 20 pikë të edukimit të vazhdueshëm në vit, që pas 7 vitesh të mund të relicencohet. Vlen edhe për mjekët e përgjithshëm. E qartë. Ky ka qenë një aktivitet i radhës, të cilin ne mbi 25 vite e tepër si shoqëri, në kontinuitet e mbajmë një korrigjim se tash i kemi ne këto ministrite, disa grupacione profesionale cilat miren me akreditim të eventeve, është simpozium me pjesëmarrje ndërkombëtare. Është ai ndërkombëtar në vete, po që se themi ndërkombëtar duhet plotësohen disa kritere tjera. Po themi kështu duhet plotësohen disa kritere, janë paksa çështje administrative të çuditshme që mirë po, në vete ngërthen
gjithë çka është e re, dhe ne mundohemi, jo vetëm të bëhet pro forma për të marrë pikë, se dhe ashtu ekzistojnë, por unë nuk du të flasë për ato. Me siguri mund të them edhe me garancë, se të gjitha eventet, sidomos shoqëria jonë stomatologjike shqiptare, që daton nga 97, 98, me formimin e shoqërisë Apollonia të atërshme, dhe në zhvillimin e saj, i cili është zgjeru dhe është ndanë për degë të ndryshme. Po ashtu, se organizimin e këtij eventi që e përmendët, është një organizim i përbashkët me shoqërisë stomatologjike shqiptare dhe Asociacionit shoqërisë të implantologëve shqiptar të Maqedonisë, të cilin jemi mundu me mu bashkarisht normal që të kyçemi në krejt rrjedhat evropiane, edhe kemi kyç si antar të plot fuqishëm të Asociacionit Evropian. Ani se ne nuk jemi antar të Evropës, mirë po, jo vetëm asociacioni jonë, po edhe shumë asociacione të degëve të veçanta të mjekësisë janë antar të plot fuqishëm evropian, me të drejtat plotësisht. Mirë po, e vetmja është që ne nuk participojmë materialisht atje si ata, po ne si jo antar paguajmë një sumë simbolike, por të drejtat e plota. Edhe çka është më e mira, me vetë antarësim, të gjithë kolegët tanë që janë antar, njoftohen me gjithë çka është e re. Se, dëgjoj, drejtor, atje çdo vit ka updateim edhe të rregullave se si duhet të punohet. Se e dim që atje si respektohet ligji, si respektohet. Po që se themi ndonjë gabim i vogël, nëse bëhet ka protokolle, të cilat ne në atë asociacion në lidhje me implantologjinë, jo vetëm i diskutojmë, po i bim edhe ato janë bazë që mos e dhanë Zoti ndonjë gabim, ajo është bazë për mbrojtje para gjyqit, kush e ka respektu, si e ka respektu. Domethënë, gjithçka, si dhe për të gjitha të arriturat e trajtimeve, mënyrës të qasjes me problematikën. Dhe se si ma letë. Tash të kthehem të kjo digital. Shumë interesante kjo se si koncept desha kështu të thjeshta them. Se ne aty kemi pas për momentin 9 ligjërus në këtë event. Do të thënë 9 këndvështrime të ndryshme me eksperienca të ndryshme. Mirë po, kthehem ne në prill vitin e kalum, e kishim kongresin barkomtar. Se ne jemi edhe asë shoqëri e cila bashkë me shoqatat si motra, po isha unë në emision duket vitin e kalum e tregova te ajo kolegja ju me shoqërinë stomatologjike të Kosovës dhe të Shqipërisë, ne që nga viti 2009 bëjmë evente të përbashkëta. Çdo 2 vite, do njerë çdo vit, vjetë e kishim ne kongresin e 9, e mbajtëm në Struk, ku kishim mos them mbi 50 ligjerus, more afër 90 me gjithë pjesëmarrësit që marrin poster prezantime të shkurta, prezantime studentësh. Mirë pa është një kongres në të cilin miren mas shumë tipik. Këtu miren, po, kjo është 2 ditor, mirë po, edhe pse 2 ditor, 9 ligjerus nga vendet ndryshme, nga Turqia, nga Gjermania, nga Kosova, me tematikat ndryshme, antar të asociacioneve të ndryshme, që ka shumë interesante për... Se ishte gjithë përfshirëse. Shumë interesant. Unë do doja, sepse tani po më devjosh nga skenari, unë do doja që të kthej... Kjo më intereson mua. Sigurisht, unë uroj dhe ju përgëzoj për eventet të shumta edhe të paktën që po i diskutoni ata ndodhi që ju ka ndodhur dhe është një mënyrë shumë e mirë se si nuk duhet vepruar për të tjerët. Këto janë leksione shumë të mira. Nuk janë sekrete më të mjekësisë, por janë gjëra të cilat shfaqen. Është gjunat i mbajsh në sekret. Po, sigurisht, sepse e dim se si është mjekësia, kemi shumë sekrete që ndodhin, nuk ju takon ta thoni ju, po më takon mua sepse dim shumë informacione, por kjo mënyrë se si e bëni ju, se si i përshkruani tek tjerët, është një gjë shumë fisnike. Unë do doja të kthehemi tek evoluimi. Dikur rengenet, bënim gabime, jo dhëmbi i 7, punojshte i 6, sot ka ndalë teknologjia 3D, gabimet, nuk ka më gabime. Ka filluar një trend nuk e di, a du ta quajmë i mirë për shoqërinë apo i frikshëm, sepse po fillojmë që të imitojmë të tjerat. Po ndikohemi shumë nga teknologjia. Teknologjia në fillim është shumë e mirë, por shumica e njerëzve po mundohemi që të implementojmë në veten tonë në mënyrë shumë të shpejtë këtë buzëqeshjen hollywoodiane.
sa e kemi mentalitetin, doktor, që a e humbim originalitetin në këtë buzëqeshje në Hollywood Smile, të quajmë, sepse kemi përgatitur disa pamje interesante të disa aktorëve, se si kanë qenë dhe se si janë shndruar, dhe apo fillon ky trend që të implementohet edhe tek ne. A ka kërkesa të pakta? Ky nuk fillon, ky trend është moti. Është moti, Që moti, po. Po, vetë fotografi që i keni bërë. Ronaldo, për shembull, po. Ty si duken to? Jo. Sigurisht që duken bukur shumë. Estetikisht duket bukur shumë. Edhe paraqitja është shumë më e mirë. Edhe vetbesimin e ka njerëzit që përmenda. Atë që thash më parë. Po që se gjithçka shkohet në bazë të rregullave, themi, protokolle dhe etikës të mjekut. Gjithçka është okej. Por këtë që po pyet ti, kur gjë nuk ka të keqe. Në kërkesën e pacientëve për një buzëqeshje hollywoodiane. Pse? Nëse më parë, me teknologjitë e më parshme, ai se shpesh e përmendja Mr. Beanin, e ka kthy se dije nga cila anë është rentgeni. Në ditën e sotme, ne themi një trajtim minimal invaziv. Çka do të thotë ajo? Sa më pak të preket ajo e natyrshmja për të mbri ato që pacienti do. Çka du të them në këtë? Ja, rasti. Po, Prej kjo, po i shikojmë, po. ajo fotografi me këtë ka dallim drastik në estetik, mirë po jo cenim të asaj natyrale çka është tek pacienti. Nuk i prishet ajo originaliteti. Originaliteti jo, po edhe cënimi i dhëmbëve ekzistus nuk trajtohet si më herët. Domethënë, teknologjia ka mbri në atë nivel që të arrijet të kenë ato kësullat e vogla, fasetkat, mbështjellësat e Hall, thin as a lens, të holla si thjerza, me një ngjitje shumë të fortë. Unë jap shembull, them, tash teknologjia është ashtu Boeingu, Airbusin fakt, kur e promovojshin një francezët një ngjitës të ri, ja thyn flatrën e aeroplanit, edhe me ngjitsin e ngjitën, edhe lëshun të fluturon. Me ngjitsin e dhëmbëve, Jo të dhëmbëve, jo, e kisha fjalën si teknologji. Mund ta paramendosh pa vida ti ta lidhish edhe të fluturon. Edhe të bëj një krah aeroplani. E njëjta është me metodat e caktuara të arritjeve më të reja, me një ngjitje të mirë me protokoll të duhur, arrihet shumë shpejt kjo. Mirë po të jemi të sinqert. Jo gjithkush me atë buzëqeshje hollywoodiane, pastaj mundet, si që i trajtojnë shumica dhëmbët natyral, ne themi populloshët, thenare të hapën shishe. Jo, Ajo nuk duhet me dhëmbë natyrale në më. Ato nuk duhet ekzistuar asnjëherë, por Po edhe mënyra e të ushqyrit duhet jetë në nivelin e Hollywood Smile. Doktor, më vjen keq shumë shpejt, po na ikën koha, kemi mbetur edhe 4 minuta të fundit. Unë do doja të flasim për në rajon, shpejt e shpejt. Jemi në hap me teknologjinë që është në gjitha shtetet. Domethënë, jemi po të njëjtë. Deri diku mund të them po, për fat keq gjithçka ndikon edhe në situata politike, ekonomike. Ne e dim se ku gjindemi, si gjindemi, po ku jemi, si jemi, ne mundohemi që t'i arrim të gjitha. Mund të them lirshëm se Shqipëria na ka kalu shumë, atje edhe mund të flitet. Atje mund të flitet edhe për termin që derivon Turqia e ka pas, turizmin dentar dhe mjekësor, ato e kanë të zhvillum pa mas. Ja u ka dhënë edhe Zoti pozitën e krejt, mirë po, ato nuk shkojnë për t'u la, vinë për të rregullu dhamë. Kosova po ashtu, arritja. Tek ne mundohemi që të jemi në hap me kohë. Mirë po, vetëm desha të shtoj edhe këtu, se kemi shumë kolegë të cilët më shumë privat, do më thamë flasë për kolegë që kanë klinikat private, që ti përshtaten momentit të furnizohen me të gjitha të arriturat digitale dhe të jenë më dinamik dhe jo më të shpejt, po më të sakt. Nëse në kohën, kemi edhe 2 minuta, nëse në kohën ti e vetë dëshmitar, për shembull para 15 vjetë, kur kemi bërë një intervenim të ti, faza ka shku disa ditë mujore.
Sot të njëjta hyn në intervenim kirurgjik, del nga salla ose aty për aty, me skenere të ndryshme me teknologjinë re mirët mas, derisa ti të pushosh brenda disa orëve i ke dhëmbët e përkohshëm. Do të nuk ka të presim 6 muaj më. Jo, pritet, mirë po. Varet çfarë raste. Mirë po. Pacienti del me dhëmbë të përkohshëm. Ato dhëmbë të përkohshëm, kur dëgjojmë ne përpara që në teknologjia në Amerikë edhe ai sektori ekonomik i prodhimit të dhëmbëve të përkohshëm është multimiliardësh, neve nuk e kishim qartë. Flas para 20 vjet. Me temporary crown. Te neve ato dhëmbë përkohshëm nuk i diktojnë miqtë e tu që janë të përkohshëm. Domethënë del me buzëqeshje origjinale janë. Edhe teknologjia shkon deri në atë që neve na mundson deri në mikrona të gabojmë, jo të gabojmë në milimetra. Doktor, më fal, unë kam shumë skenar, por nuk na mbeti koha, nuk e di si fluturoj, por një pyetje përfund. Ju jeni doktorant në universitetin në Spanjë. Po. Keni filluar, jeni edhe ligjerues për sa vite atje dhe tani keni filluar doktoraturën. Më thuaj, buzëqeshja më e mirë, Spanjë apo tek ne? Buzëqeshja? Po. Te shqiptarët 100%. Qeshim, edhe kur kemi dhëmbë, edhe kur s'kemi, jemi më të lirë. Janë më kompleksifikat. Jo, ato nuk janë, edhe ato janë të lirë shumë. Edhe ata si ne. Ato janë shumë të lirë. Janë ma tolerant. Shumë ma tolerant. Flas për rajonin ku jam unë në Katalunja. Nuk flas te Baskët, sa ajo është këtë tjetër. Mirë po, buzëqeshja është e bukur. Kudo që njerëzit buzëqeshin me kënaqësi. Shumë e bukur kjo. Doktor, unë të falenderoj shumë për ditën, edhe pse të kërkoj ndjes shumë sepse sot ditë feste, ne qemi në minutën e fundit. Dikur dhimbja na çonte te dentisti, sot dëshira për të qenë më të bukur, më të shëndetshëm, më të lirë në buzëqeshje. E diskutuam me doktor Fisnikun, miqdashur, njeriu i cili sigurisht që ato shqetësime të mbrëmshme që i kemi, kufizimet, komplekse që i kemi të shumta, është ky që mundon të na heqë. Sot bëhet në mënyrë shumë të thjeshtë, shumë të lirë, pa probleme. Doktor, faleminderit shumë për Faleminderit edhe ty dhe shpresoj edhe ti të ndjehesh kur të vish te unë, kështu si unë ndjeva unë te ti sot. Unë e them, por unë vazhdoj të jem i botës së kaluar. Vazhdoj të jem atje. Faleminderit shumë se kënaqësi që të kemi, po unë besoj dhe shpresoj që të kemi edhe në emisionet e radhës, ku do diskutojmë pak më gjatë. Profesionalisht nuk ka problem. Me gjithë kolegë mund të vim lirisht edhe për çdo temë të veçantë mund diskutojmë. Do ta diskutojmë. Faleminderit shumë.